Hoxh, cilët janë etapat e zbritjes së Kuranit? Kurani Kerimi, prap po them se Allahu Dhul Xhelal shumë urtësi i ka dhënë këtij ummeti, shumë mirësi. E nga urtësitë që Allahu e ka zgjedhë këtë libër. Prandaj etapat me të cilat Allahu Dhul Xhelal e ka zbrit këtë libër, të cilat nuk i kanë gëzu libra tjerë, që Allahu i ka zbrit për një herë libra tjerë. Mirë po, Kur'anin famëlart, Allahu Dhul Xhelal e ka zbrit gradualisht, pjesë. Pasandej do të vim atje se pse ka qenë kjo gradualisht. A ka mund Allahu Dhul Xhelal ta zbrit për një herë Kur'anin, ashtu që i ka zbrit libra tjerë? Padyshim se po. Mirë po, atë Allahu Dhul Xhelal nuk e ka bë. Spari, fillimisht, Allahu Dhul Xhelal Kur'ani Kerimin e ka zbrit në Lauhi Mahfudh, në një pllak të ruajtur dhe të mbrojtur, të siguruar nga ana e Allahu Dhul Xhelal, ku thot Allahu Dhul Xhelal, bel huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfudh. Ky libër, Kur'ani, është libër me famë, dhe thot, edhe me vlerë të Allahu mas pari pa dyshim, edhe është i ruajtur dhe i mbrojtur në Lauhi Mahfudh. Prandaj, kjo nëse ban diçka që neve të dim dhe të mësojmë për këtë libër, kjo është një çështje shumë madhështore për Kur'anin famëlar që është i mbrojtur dhe i ruajtur te Allahu Dhul Xhelal. Masandej, prej Lauhi Mahfudh, në natën e Kadrit, Allahu Dhul Xhelal e zbrit në qiellin e parë. Prej Lauhi Mahfudh, Allahu Dhul Xhelal Kur'anin famëlart e zbrit për një herë në qiellin e parë. A ka mundësi ta zbrit te pejgamberi alayhis salatu vesselam për një herë? Po, mirë, po nuk e ka bën. Në natën e Kadrit thot inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Edhe kjo ka ngërthejnë edhe mban në vete shumë domethënie që Allahu Dhul Xhelal Kur'anin famëlart e zbret në natën e Kadrit në qiellin e parë. E prej qiellit të parë, etapa e tretë ka qenë që ka zbrit te pejgamberi alayhis salatu vesselam. Po ka zbrit gradualisht, pjesërisht, pjesë. Atë nuk e ka bërë për një herë. Se edhe në këtë ka shumë urtësi. Pasi që Allahu Dhul Xhelal e ka ditë më së miri se kjo qenje, njeriu, do thot, nuk, nëse Allahu do ta kishte zbrit për një herë, ku traditat dhe zakonet e njerëzve të asaj kohe kanë qenë tradita dhe zakone të shumta, që kur ka ardhur Kurani, ato zakone dhe ato tradita që kanë qenë në mesin e asaj shoqërie atëherë, Kurani Kerimi i ka ndalu dhe i ka refuzu. Pra i ka ndalu, që i kanë ba dhe i kanë vepru. Mirë po, kur ka ardhur Kurani, Allahu ka vepru sipas nevojës, kërkesës që e ka lyp momenti dhe koha, se shembull në atë kohë ka qenë, Allahu na rujt, do thotë te arabët e asaj kohe ka qenë që nëse ndokujt i lind vajzë, e kanë marrë si nënçmim këtë. Ka qenë si fyese për ta. Edhe koha e ignorancës, do thotë se 600 kusur vite ndërprerje apo dallim mes zbritjes së Injilit edhe Kur'anit, edhe ta merr mendja se në atë kohë ka pas, do thotë, shumë çrregullime në natyrën e njerëzve apo në traditat e tyre apo zakonet e tyre. I kanë varros vajzat të gjalla. Alkoholi ka qenë aktual që është pi, trashëgimia nuk, do thotë, vajzat, femrat nuk kanë trashëgu e kështu me radhë. Prandaj Allahu Dhul Xhelal gradualisht ka zbrit ajete, ka zbrit Kur'an që ta përgadit terrenin. Në Mekke 13 vite me radhë, Allahu Dhul Xhelal nuk zbret obligime. Pse? Se sikur të kishte zbrit Kur'ani për një herë krejt, do të kishte qenë shumë e vështirë që njerëzit ta pranojnë. Edhe
ajo është shumë e kapshme dhe logjikshme që njerëzit do të kishin ardhur ndesh me atë dhe do të kishte qenë e vështirë. Mirë po, përderisa njerëzit kanë pranu udhëzimet dhe sqarimet e Allahu Dhul Xhelal përmes Kur'anit Kerimit dhe udhëzimet dhe sqarimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, thirrja e tij dhe për t'u bë të lehtë të dashur atynve, atëherë dal nga dal njerëzit i kanë pranu. Gjithashtu e kemi edhe në Kur'an ndalimi i pirjes së alkoolit. Do thotë nuk është ndalu për një herë. Do thotë njerëzit kanë shku në namaz edhe kanë shku të dehur. Mirë po Allahu se ka ndalu për një herë. Edhe ajo ka ndodhur me 3 etapa. Kështu që Allahu e ka ditë më së miri se pse ka vepruar ashtu asisoj që Kur'anin ta zbret gradualisht apo pjesë. Kjo është